Dhe ndoshta mendoni që Rovena Stefa do të flasë vetëm për muzikë e jetë personale apo jo, sot është disponim e folma atje edhe për politiken. Tashmë është në studio Rovena. Mirë se erdhe. Mirë se ju gjej, mirë se ju gjej. Kënaqësi me pas këtu. Shumë rrallë, vetëm në 2 intervista të ke qenë pas Bigut, prandaj ky është një lloj rikthimi, le ta themi, në intervista. Por Rovena, do të nisim nga aty për cilën na dhe folëm më herët, a? Ishte edhe kërkesë e jotja, le ta themi, për atë që po ndodh në Tiranë. Kemi një protestë që ka një qëllim të caktuar, natyrisht shumë të rëndësishëm, që ndërlidhet me ish-shteret UÇK-s në Hag. Për këtë pjesën e patriotizmit, për ty është folë shumë, ti ke pas debate shumë të forta madje edhe në shtëpinë e Big Brother. Besoj vazhdo me qenë kaq patriote. O je patriote o nuk je. Ose lind, pastaj nuk mund të bëhesh, ose je ose nuk je. Mendoj si një vajzë që vin nga një familje që jam rritur me dashurinë për kombin ton. Mamaja ime ka qenë mësuese gjule të Ercisë dhe kur je mësuese gjule të Ercisë, ti mundesh vetëm t'i rrisësh fëmijët e tu me një dashuri për gjuhën, për traditat e tua. Plus mami im vjen edhe nga Vlora, do më thënë është një vend shumë i flakt për patriotizëm, kështu që unë që kur kam qenë fëmijë e kam dashur edhe veriun edhe jugun, edhe gegët edhe toskët, kështu që është e natyrshme. E tani, sot po ndodhë dhe diçka madhështore në Tiranë, më vjen shumë keq që tani unë duhet, ndoshta kur të mbaroj me njërë do nisëm, ka një mesazh shumë të bukur kjo protest, për themi, ky miting, ose kjo mbledhje e shqiptarëve, sepse UÇK-ja, realisht lufta që ka bërë UÇK-ja, është, mendoj unë, lufta më e drejtë që kombet, popujt luftojnë, sepse ka luftra të ndryshme, po kjo luftë ka shumë kuptim, kjo e mbron identitetin tonë, e mbron gjuhën, e mbron flamurin, dhe ne i kemi ata dëshmorë që kanë rënë për këtë ditë, që ne të jemi dhe të flasim këtu lirshëm, dhe të shkojmë te njëri tjetri, me atë traumë, pa atë traumë në kukës. Do ishte mirë mos t'ishte vetëm sot, që do ishte mirë të mos ishte. Në fakt është paralajmëruar që ka shumë gjasa që të mos ketë sot pagesa për gjithë ata që do të marrin në protesta. Besoj të kujtohet, po në 2 ditë më parë ishim në intervista që paralajmëruan. Kjo duhet jetë gjithmonë, jo vetëm për sot. A ti po e kërkon gjithmonë? Jo unë, të gjithë. Është shumë interesant, Roven. Sot prej fillimit të emisionit po na shoqëron kjo energjia dhe atmosfera patriotike. Kishim krejt në fillim zonjën e Dita Tahiri që e ritheksoi disa herë këtë dëshirën e madhe për bashkimin kombëtar, e di që edhe ti je aty. Unë jam gjithmonë artistët, në fakt, shumica e artistëve gjithmonë kanë kënduar për në prag të luftave, pas luftave, gjithmonë për të ngjallur ato ndjenjat bukura që ne i kemi shqiptare. Edhe unë si një vajzë që vi me këtë frymë nga një familje e tillë, po jo vetëm, edhe muzika që unë lëvroj, unë këndoj këngë të vjetra, këngë të smadhes, për shembull Shkurtë e Feza, apo dhe më tutje. Edhe do ti bëhesh pjesë e kësaj lëmie. Nuk mund të jesh indiferent. Ata që janë indiferent, për mua nuk kanë gjak. Unë do të them e ndjej veten shqiptare dhe të gjithë ne jemi kështu, në përgjithësi artistët janë njerëz me pasion, kështu që flas nga zemra. Po, se dhe Dita Tahiri tha gjaku nuk është ujë, pra këtë po e gjaku s'bëhet ujë, shumë e vërtet. Roven, çfarë ndjesie të krijon flamuri i Kosovës? Flamuri i Kosovës unë i respektoj, do me thënë të gjitha institucionet, shtetin e Kosovës, sepse unë dhe jetoj në Kosovë, e dua shumë, e dua zhvillimin, do ishte mirë që këto ndasit që krijojnë njerëz apo qëllimet të caktuara, që ca bëhen me qëllime, ca bëhen pa qëllime, ato janë sipas agjendave të caktuara, që gjithmonë kanë vepruar mbi kombin ton, sepse kjo nuk është kështu kaq infantile, kaq fëmijërore, vjen pa një qëllim. Ma merr mendja që gjithçka ka një qëllim, ata që sidomos nëse i shikon dhe komentet, shumica e komenteve vijnë nga njerëz që jam e sigurt që janë të paguar dhe janë pjesë e atyre agjendave që duan të na ndajnë. Duan përçarje. Duan përçarje dhe kanë interesa ndryshme, sepse ndoshta një ditë ato prandaj thot Serbia, Kosova është e imja. Ka një qëllim, do me dhe nuk do të shohë kur Kosovën pjesë të Shqipërisë së madhe, jo në atë aspektin administrativ, po në aspektin
identitetit, në aspektin e kombësisë. Ne jemi shqiptarë të gjithë. I frikson ky bashkimi kjo që kemi. Gjithmonë i mshojnë kësaj tezës që Kosova është veçantë. Madje Kosova nuk ka qenë kur Shqipëri. Edhe Kosova është e veçantë. Dhe kjo është ajo gjëja që them unë që po të vazhdojmë me këtë tezë, ne do bënim gjë shumë të keqe, sepse ne do abonim qefin armiqve. Jo do vazhdonim në një ide si dijet, nështë dhe bashkojmë një ditë, se nuk është vetëm Kosova, Shqipëria. Ke shqiptarët e Macedonisë, i ke shqiptarët e Preshevës, i ke të Malitëzi, i ke, do me thënë, e ata qa janë. Do me thënë, nëse ne... Jemi një, Po, unë mendoj identiteti e përcakton, edhe preardhja, gjuha, ne jemi shqiptarë. Ta bëj pyetjen që nxit shumë debat, që sa vite jeton në Kosovë? Unë faktikisht prej vitit 2001 ka qenë vizita ime e parë me festivalin e Prizrenit, e atëherë ishte shumë një vizit shumë e bukur, artistike, por fillova të njëja vendin, ishte me njerë pas lufte, unë shumë njëre kam parë se si ka ecur, se si është zhvilluar Kosova, du me thënë hap pas hapi. Pra shumë vite natyrisht, ti? Shumë vite. A ndihesh kosovare? Unë ndihem shqiptare, dardane, pa i quaj. Do me thënë kosovare, unë e respektoj termin, por nuk e bëj këtë ndasin kosovare shqiptare, jemi shqiptarë. Po, kjo tokë është shqiptare, është dardane. Atëherë, ti ke pas debate shumë të forta, a thashtë edhe më herët në Big Brother për çështjen e kontare, kur është folur po edhe Kosova, Shqipëria. Pse mendon që nuk u kuptove drejt në këtë debat, sepse natyrisht ajo është një loja, edhe gjithmonë edhe komentet e deklaratat mund të jenë edhe me një qëllim të caktuar. Pse nuk mendon që nuk u kuptove drejt, sepse pati një moment kur banorët aty të madje këtë patriotizmin tënd e quajtin edhe patetik. Shiko, unë për shembull, se më qëra fjala, disa nga banorët aty unë mendoj që kanë qëllimet caktuara dhe unë i kam thënë dhe në sy vullnetit, mu aty më duke si kur ke një qëllim që flet në këtë drejtim. Se në qoftë se do flisje nga zemra, nuk do të flisje kështu. Dhe ja kam thënë dhe në sy. Dhe nuk jam keq kuptuar as pak, por thjesht dëshira dhe qëllimi tyre politik, për shembull, për vullnetin ka qenë i tillë që ai i duke ideja e s'është patriotizëm të mbrosh identitetin tënd. Nuk ka identitet me identitet, unë atë i thosha. S'mund të jemi ne, domethënë dy kombe, ne jemi një komb jemi. Për këtë komb kanë të gjithë UÇK-ja sot që bën atë protest, për këtë qëllim kanë dhënë gjakun ata dëshmorë. Nuk ka dashur ata që shqiptarët të ndajnë në 6 shtete. Nuk ma merr mendja që do vi një ditë dhe ata e kanë menduar, ne po bëjmë këtë luftë, po do ketë 6 shtete. Po, Rovena, ka diçka. Ti ishe në një reality show, në të cilin producenti ati ishte nga Shqipëria. Kishte pjesëmarrës, natyrisht më shumë ishin nga Kosova, kishte edhe nga diaspora. A ka pas në një moment të vetëm në cilin ti je ndjer anash në gjithë këtë debat, dhe pse nëse ti aty e ke një producente nga Shqipëria, pse ajo producente nuk qënë në finale? Nuk ka pasur, nuk qënë producent janë finale, jo kushtimisht, ishte natyrisht, po flasim. Ajo mund të jetë një producent, po ka të tjerë njerëz që ndoshta vendosin dhe mendojnë ndryshe. Ajo e ka parë më shumë, Olsa ka qenë më shumë producente ekzekutive për sa i përket anës teknike, jo politike të gjërave. Aty, ata njerëz që kanë folur nga vetvetja, se unë nuk ma merr mendja që Vullneti ka Olsën te dhoma që ka folur. Ideja është për t'i përballur këto përplasit e ashpra që ishin për këtë çështje, Kosovë, Shqipëri. Se ndonjëherë është edhe ky debati që pikërisht nga Shqipëria nuk ju mbështetin ju, nga Kosova shembull nuk ju mbështetin. Një rast konkret, nëse shohim banorët nga Kosova që marrin pjesë në Big Brother të Shqipërisë, ne ata banorë shohim që pikërisht nuk kanë raporte shumë të mira dhe nuk e mbështesin njëri tjetrin. Mos u nisni asnjëherë dhe nga raportet ose sjelljet personale të disa individëve që ata japin përgjegjësi secili për veten e tij. Kjo temë është temë më e madhe se kaq, i kalon këto kufi. Unë mendoj që kjo tema jon që po e diskutojmë nuk ka të bëjë fare me Big Brother, është dhe jashtë Big Brotherit. Po ne të gjithë duhet sigurisht nuk ka lidhje. Po në Big Brother bie edhe në sy ala më keq sepse aty ti sulmohesh që të jesh. Sa shpejt fotën e prej emisionit Rovena. Pa. E pas ke koll. Ashe.
A e she çfarë e fiks janë për luftë, ja kanë një luftë, kanë. Ja, luftrat i kena kry, Rovena. Ala ka sende për me luftu. Politike tash, lutra politike. Ala ka për me luftu, s'dihet asnjëherë. A do luftoje ti për shembull? Po, Rovena patjetër që po. Patjetër, po urojmë që mos vi. Ndoshta më shumë nga ne artistët, nuk është që shquhemi ne për gjëra trimërore me arme, kështu për ne kemi fjalën dhe kemi muzikën. Urojmë që mos vi sepse gjeneratat e reja nuk ka nevojë për luftën. Valla s'dihet, sepse derisa kena shqiptar ala jashtroj edhe unë s'jam e lumtur. Edhe besom gjaku i dëshmorëve do ishte tamam, do kishte kuptim kur e gjithë kjo kishte një tjetër përfundim, që ndoshta do të ndodhi, inshallah. Me Zotin. Apo e pyet diçka për Edi Ramën edhe Albin Kurtin, se e di që... Me i bo pak pyetje politike, a? Patjetër që po. E meriton Rovena. Kjo është pyetje tani administrative për mua. Okej, vazhdoj. Regjia, duket kemi... Okej, tani shkojmë në Tiranë. Vetëm pas kemi lidhje nga Tirana, Rovena, me që të kemi shumë zjarrt edhe për këtë temë, po ndihemi të lirë që të inkuadrojmë kohë pas kohe edhe gazetarët që po e përcjellin protestën nga afër. Ndërkohë, Edi Rama pati një përplasje me lëvizjen vetëvendosje në këtë rast me Albin Kurtin. Ke ndonjë mendim për këtë përplasje? Se kush e votoi gjykatën speciale, se çfarë mendimi ke për këto? Të gjitha këto janë, më thehet thash, i themi në populli. E rëndësishme është që kjo duhet mbështetur kjo protest. Okej, mund të jetë iniciatori Edi Rama dhe ndoshta s'është ai, ndoshta i merr meritat ai, sepse po i dëgjoja disa komente, jo e ka bërë ai, se ka bërë. Madje ka thënë që s'dua të marr pjesë në rast se politizohet. Edhe shumë mirë ka bërë që s'do të marrë pjesë. Nuk kemi nevojë ne për politikanë që t'i rrahin gjokse dhe thonë unë e bëra, unë jam lufta, unë jam në përgjithësi, madje ka për mua në sytë e mi si e shoh, ka shumë gabime që janë bërë në drejtim të drejtimit nga të dy anët po flasë, sepse në qoftë se do shkojnë të mirë politika e Kosovës dhe Shqipërisë, ne nuk do ta kishim atë traun aty fare. Roven, a din që shumë dukesh sot, po dënë mi sheshu të gjitha mos marrëveshjet që e kemi, se da hajta më dënë njerë bëmë kështu. Jo, po them janë, po bëjmë gabime, po them. Roven, Edi Rama po Albin Kurti. Për çfarë? Për qëndrim politik? Për politike, natyrisht për atë që bëjmë. Her pas here, po të them, edhe njerë, për shembull, nuk jam kurrë dakord me mënyrën se si Edi Rama vite të shkuara i ka dhënë çelësin e qytetit Goran Bregović. Iku, një. E dyta, se unë 1, 2, 3 kam shefti lidh. Nuk jam dakord me mënyrën se si Edi Rama shumë herë i ka thënë vëlla Vučićit, që kjo gjë edhe për arsye politike kur nuk duhet ndodhte. Sepse si mund t'i thuash vëlla një armiku që sot e kësaj dite nuk e pranon Kosovën tonë dhe nuk e pranon shtetin tonë dhe plus bojnë 1.000.000 zeza në drejtim të arenës ndërkombëtare, të përfaqësisë që sot e kësaj dite ne i kemi armiq në këtë drejtim. Atëherë s'mund t'i thuash vëlla. Ky është një gabim shumë i madh. Por ata e din, ata janë politikan, sot e duan Vučićin, ndoshta sot se do më Vučićin, kam përshtypjen e kam marrë në telefon, edhe i ka thënë ai, qa po bën more, po bën protesta, edhe i ka thënë, ri urt se na duhet kjo gjë, për shkak. Po hamen sot. Një telefonat e tillë. Se si mund të ketë ndodhur? Veç këtë pjesë. Ri urt shuj, thotë, shuj. Bushishi i reagon Edi Ramës për protest. Kurti? Jam shumë dakord me disa nga zgjedhjet që ka bërë zoti Kurti, po përsëri nuk jam dakord me disa zgjedhje të tjera që janë ekstremiste për mendimin tim, po si për shembull mos bërja e qeverisë. Populli do qeveri, populli do të vazhdoj. Nëse ai është pengesa, le ta kryej edhe këto dhe le ta bëj qeverinë. Domethënë, unë jam dakord që çdo gjë të bëhet me konsensus të gjitha palëve dhe realisht jeta le të vazhdoj. Këtu ka një bllokim dhe ndihet kjo nga gjitha anët dhe kjo gjë le të vazhdoj dhe kjo është për aspektin politik të drejtimit të tij. Tani unë jam artiste, ndoshta unë nuk e di, po unë kështu e mendoj edhe flas nga zemra. Për pak minuta nga studio po kalojmë terren, atje ku është atmosfera më e madhe, kemi gazetarin Çlimtar Morina, i cili do të lidhet direkt nga Tirana. Çlimtar, nëse po na dëgjon, përshëndetje këtu nga studio, edhe po e kalojmë linjën tek ju. Përshëndetje, Ajda dhe Amir këtu nga Tirana, por këtu momente janë duke ardhur shumë shqiptarë nga gjitha trojet shqiptare këtu në sheshin Skënderbeu, ku në ora 17 do të fillojë protesta mbarkombëtare.
në kërkim të çlirimtarëve që bëhen në Hag, po në këto momente policia e Kosovës dhe të gjithë organizatorët janë duke përkujdesur që rrugët dhe çdo gjë të shkojë sipas planit, pra ashtu siç është parapar, pra me koordinim nga organizatat e dala nga lufta, sidomos edhe me qeverinë e Shqipërisë, të cilët i kanë përkrahur po në mënyrë të pakursyer për gjithë këtë iniciativë të organizatave të dala nga lufta, tun nga ora 9 të mëngjesit deri nesër, po dhe para është ajo që mund të njoftojmë shikuesit dhe që thrao, po rruga Komit, pagesa për rrugën e Komit është pa pagesë për gjithë ata që marrin rrugë nga Kosova, po nga vise të tjera që të udhtojnë pra drejt Tiranës, këtu ku nga ora 17 tash edhe një herë do të bëhet protesta barkombëtare. Unë këtu pranë vetes kam edhe 2 luftëtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët kanë ardhur nga Rahoveci për të përkrahur po liderët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po mbohen në Hag tani e flas vite. Përshëndetje ju. Po na treguar edhe herë nga keni ardhur dhe pse keni ardhur. Kemi ardhur nga komuna e Rahoveci, jemi përkrahje çlirimtarëve të parë, sikur shumë shoqëri. Që që keni po gjithë këtë iniciativë dhe gjithë këtë organizim që është bërë këtu pikërisht në Tiranë, aty në fakultet, i foti killit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Mendoj që në vendi ku ne duhet të shprehim unitetin përballë gjithë shqiptarët e trojës shqiptare, edhe është vendi më i përshtatshëm për unitet tregojnë botës se ne i kërkojmë çlirimtar. Çka ju ka penguar më shumë ndoshta nga procesi gjyqësor nëse keni arritur në përcjell tani e 5 vite? Po, nga ka penguar padrejtësia që është bosë çlirimtarëve, padrejtësia se ne gjithë kemi kërkuar që me pas një gjykim drejt, po mirë po kemi pasur nuk është gjykimi drejt, faktikisht nuk është për krimet luftës, është për gjëra banale që të cilat as nuk dashnë ndodh. Se keni po përkrahje në qeverisë së Shqipërisë, kemi po edhe kryeministin shqiptar i Tiranës, i cili ka dalë publikisht ta ka përkrahur dhe përkrahje në institucionet e Kosovës. E falenderojmë shumë kryeministin Rama, i cili ka bërë shumë për çlirimtar, shpresojmë që prapë punojnë për çlirimtarët tonë, po edhe qeveria e Kosovës duhet bëjë pak më tepër, mendoj që duhet bëjë më tepër për çlirimtarët. A besoni lirinë e tyre në pranverën e ardhshme që po thonë edhe shumica nga prej atyre që përcjellin këtë proces gjyqësor? Unë besoj shumë në drejtësi, besoj shumë në ata që ata janë pafajshëm, e pafajsinë e besoj shumë, edhe besoj që duhet të dirujë. Faleminderit shumë për këtë salami. Faleminderit. Në momente pra hajde bëjshin edhe festën e qytetarëve, që ka është një lloj festë, nëse protestë për kundërshtimin e padrejtësisë që po bëhen në Hag, tani më qytetarët me muzikë, me këmbur, me simbole kombëtare, pra janë duke përshuar rrugët e Tiranës, shoh nga gjitha anët për cilët pra që të bien këtu në sheshin Skënderbeu në Tiranë dhe në mesin, në pjesën qendrore, aty tek sheshi është vendosur edhe pina ku do të bëhen fjalimet, po e dim se fjalimet tani do të ketë kreu i lideri shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, Adli Ahmeti, si dhe lideri kreu i organizatës veteranëve të luftës Ismi Gocati, do të ketë familjar të dëshmuarve, ndërsa do të pritet edhe fjalimet të tjera në bazë edhe konfirmimet që kanë marrë organizatat dala nga lufta. Po siç po e shihni, të cilat gjitha veturat janë shumica prej tyre me të veshura me simbole të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ndërsa edhe billboardet këtu në Tiranë, po siç po e shihni nga pamjet, i kushtohen pikërisht krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët po mbahen në shtetin nga Hagës. Çlirimtar në fakt po na duket sikur me qenë 28 nëntor, ja, po shihet një atmosferë e jashtëzakonshme. Faleminderit shumë për këtë lidhje, edhe po të lirojmë që të vazhdosh punën atje. E kush më mirë se çlirimtari me përcjell këtë proces, vetë emri po tregon. Emri jot po lidhet me gjithçka. E falenderojmë shumë. Ne folëm për këtë temë natyrisht, besoj që ishte një ndjesi e mirë edhe për ty duke parë këtë atmosferë që është atje. Tepër bukur dhe unë shikoj gjithmonë trafiku në Tiranë që i bezdis njerëzit sot nuk ma merr mendja që bezdisët janë shumë të lumtur njerëzit. Se ka një arsye edhe për trafik sot. Edhe kur e shohë një bashkim të tillë është gjë fenomenale. Roven, përveç që folëm për këtë pjesën e patriotizmit dhe politikën, dua t'i preki pak edhe disa tema sociale. Dua të qëndrojmë tek ajo që artistët e vërtetë është që t'i dëgjojmë duke folur edhe për ato preokupime ditore të njerëzve që i kanë. Në fakt kështu ndodh gjithë botën. Artistët nuk fokusohen vetëm tek karriera e tyre, po është mirë që t'i dëgjojmë opinionet dhe qëndrimet e tyre. Një temë e përfolur natyrisht se në Big Brother njerëzit kanë pasur mundësi të njohin, më shumë t'je ke shprehur hapur dëshirën tënde për që një ditë të jesh nëna, ta përjetosh atë ndjesinë, por sot më shumë se kur është temë e hapur, e përfolur, jo tabu edhe çështja e IVF-it. Dua të di qëndrimin tënd si artiste për këtë që po ndodh. Tani dihet qëndrimi im se botërisht në pjesën shqiptare që e kam shprehur për dëshirën për të pasur një fëmijë dhe pa mundësinë për arsye të ndryshme gjatë jetës së kaluar, kështu që unë mendoj që është një gjë shumë e mirë që ka ardhur.
dhe unë nuk dua të bëj shumë la derisa pa dal në i kalama. Sepse ti e konsideron apo jo këtë? Unë e konsideroj si një gjë shumë serioze dhe kam një bashkëpunim me Spitalin Amerikan. E konsideron edhe për veten? Po, kam një bashkëpunim me Spitalin Amerikan, po do flas kur kemi diçka konkrete dhe atëherë, sepse normal edhe shumë fjalë nuk bojnë derisa pa ardhur një moment i tillë që po kuptohet qëllimi është për po dhe e konsideroj. Sigurisht e konsideroj dhe e quaj shumë një diçka të mrekullueshme për njerëzit sot, sepse shkenca ka arritur, teknologjia, pse mos ta provojnë, ka shumë çifte që vuajnë. Sot, për arsye të ndryshme, ka një infertilitet në të dyja palët, si ke femrat, si ke meshkujt, dhe pse mos ta provojnë, sepse ardhja në jetë e një fëmije është një gjë shumë e bukur, edhe duhet ta provojnë të gjithë, sidomos gratë, femrat. Sepse po bëjmë edhe pyetje personale, por mund të përgjigjesh ose jo varësisht se si ndihesh. Përgjigjet Rovena. Po, sepse shumë shpesh e kemi diskutuar, ka edhe gra që sot vendosin që përmes IVF-it pse jo përmes një donatorit bëhen nëna edhe vetë. Edhe Gjuli disa herë ka thënë që do donte të krijonte këtu në studio tek ne një familje, por nuk e ka problem që të rrisë fëmijë edhe vetë. Si qëndron ti në këtë aspekt? Unë qëndroj shumë mirë në këtë aspekt, se realisht jam një vajzë, një zonjë, një grua e arrirë në jetë, shumicën e gjërave i kam arrit vetë. Nuk kam problem, do me thënë, fare nga ana financiare, po mendoj që të rris një fëmijë vetë, por nga ana shpirtërore, do ishte perfekt të rris me një bashkëshort, me një burr, po nëse kjo gjë nuk bëhet e mundur, përse do të mos pse t'ja esh vetes mundësin për të pas një fëmijë. Kështu që nuk e shoh fare kompleks ose diçka që duhet dhe ta diskutojmë më në ditët e sotme, sepse shohim dhe shumë nëna që nuk e kanë sjell me IVF, me IVF, fëmijën, por i rrisin vetë ose në bazë sepse ka shumë çifte edhe që janë ndarë, janë divorcuar.